Agjërimi i Ramazanit është prej veprave më madhështore te Allahu Gjelle Gjelaluhu. Është prej veprave në të cilat reflekton qartë kategoria e ihsanit, mirësisë të cilën njeriu e arrin tek Allahu Gjelle Gjelaluhu. Çfarë është mirësia? Çfarë është ihsani? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përshkruan kështu: an ta'budu Allaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ta adhurosh Allahun sikur ti jesh duke e parë atë, edhe pse ti nuk e sheh, ai të sheh ty. Kur njeriu e arrin këtë kategorinë adhurimet e tij, ai vërtet e ka arritur mirësinë më të madhe. E agjërimi si ibadet, si adhurim, vjen tek njeriu për ta ngjallë këtë ndjenjë, për faktin se nuk ka vepër në të cilën doza e sinqeritetit është më e madhe se sa agjërimi. Nuk ka vepër në të cilën doza e sinqeritetit është më e madhe se sa agjërimi. Edhe për këtë arsye, Allahu njeriu me një fjalë nuk ka vepër tjetër vetëm se mundet të hyjen syefaqësia tek ajo vepër. Qoftë namazi, qoftë zekati, qoftë haxhi, ekziston mundësia që namazin ta zbukuron njeriu për shkak të dikujt. Ekziston mundësia që njeriu të jep zeqat për shkak të dikujt. Ekziston mundësia që njeriu të bëj haxh për shkak të dikujt. Mirë po, nuk ekziston mundësia që njeriu ta stopojë veten nga ngrënia, nga pija, nga intimiteti, nga gjërat të cilat Allahu Gjelle Gjelaluhu në esencë i ka lejuar, mirë po në muajin e Ramazanit vjen edhe e ndalon njeriun prej këtyre gjërave. Për këtë arsye, thot Ibn al-Jauzi, Allahu e mëshiroft, nuk ka apo historia islame nuk njeh njeri i cili është mendje madh, apo njeri i cili e don syefaqësinë të ketë agjëruar.